Përshëndetje. Shpesh ndjekësit e mi në rrjetet sociale më kanë drejtuar një pyetje të cilës kam menduar të jap sot përgjigje. Cili është ndryshimi midis pagesës së kësteve nga një kredi hipotekore në bankë dhe pagesës së kësteve në kushtet kur ti ble një apartament i cili është në ndërtim të ri? Nëse merr kredi hipotekore, pagesat e tua fillojnë menjëherë pasi banka ka disbursuar fondet për kredin që ju keni kërkuar. Ato do të jenë të shpërndara për një afat kohor të gjatë, e cila mund të jetë nga 20 deri në 25 vite dhe kësti juaj mujor është fiks. Ajo çfarë përfiton në këtë rast është që ti mund të aksesosh menjëherë në apartament, pra të jetosh në të, dhe do ta kesh këtë pagesë të shpërndarë për këtë afat kohor dhe të ke një stabilitet financiar duke qenë se ti e di se sa do të shpenzosh çdo muaj. Ndërsa tek një apartament i cili mund të jetë në një projekt të ri dhe në zhvillim, këstet e tua do të bazohen në bazë të ecurisë së punimeve. Zakonisht ato fillojnë me 20% të pagesës dhe do të shpërndahen në kohë deri në përfundim të këtij objekti apo të këtij projekti. Sigurisht që këto do të jenë vlera më të mëdha, të cilat ti mund t'i paguash një herësh nëse ti i ke në kursimet e tua apo të shpërndara në këste, dhe do të duhet që të përfundojnë të gjitha në një afat jo më tepër se 3 apo 4 vite, aq sa mund të jetë edhe leja ndërtimit të vet objektit. Këto këste nuk janë mujore fikse, ato do të lidhen në bazë të ecurisë së punimeve të objektit dhe do të përfundojnë për një kohë më të shkurtër. Nëse do t'ju nevojitet më tepër informacione të pasurive të paluajtshme, mos hezito të më kontaktosh. Mirupafshim.